Sipas statistikave zyrtare të Ministrisë së Punëve të Brendshme, në Kosovë aktualisht gjenden mbi 13.000 migrantë, të rregullt dhe të parregullt, ku prej tyre mbi 7.500 janë meshkuj dhe mbi 5.000 femra. Ndërsa nëse i referohemi statistikave të pajisjeve me leje qëndrim, nga janari deri në shtator të këtij viti, janë pajisur me leje qëndrim mbi 3.400 të huaj të gjinisë mashkullore dhe mbi 3.000 të gjinisë femrore. Njëra nga gratë e cila ka ardhur me burrin dhe fëmijët e saj në Kosovë në vitin 2017 është edhe Mira Abdullah nga Palestina. Ajo tregon për mikpritje në Kosovë, sidomos në Prishtinë dhe Prizren. استقبلونا استقبال ممتاز وكانوا مثل الأهل إلنا وكنا مرتاحين ورحبوا فينا. Na kanë prit shumë mirë që në fillim, e kemi ndje vetën si në familjen tonë. Nuk kemi pasur asnjë problem me njerëzit këtu, përkundrazi na kanë përkrahur shumë. المرأة العربية متعلمة مثقفة وخريجة جامعات 90% من المرأة النساء العربيات. Në vendin prej nga e kam origjinën unë, gratë shkollohen, por pastaj kanë vështirësi për të punësuar, nuk janë edhe aq të lira për të punuar për shkak të rregullave dhe normave lokale. Ndërsa në Kosovë gratë janë të lira për të punuar dhe kanë shumë më shumë mundësi për të punuar në krahasi me vendet arabe. Avokatja nga Palestina, Emira Abdullah, e cila ka zgjedhur Kosovën për të jetuar, tregon edhe një ngjarje që ka ndodhur me shëndetin e vajzës së saj 8 muajshe, e cila është dashur të operohet në zemër. Ajo ka një falënderim të veçantë për institucionet e Kosovës për ndihmën e ofruar për shërimin e vajzës. Gruaja nga Palestina tregon se tashmë vajza është rritur dhe gëzon shëndet të mirë. بحب أوجه شكري جزيل للحكومة الكوسوفية وعلى وزارة الصحة الكوسوفية. Unë kam një vajzë të vogël e cila ka lindur me problem në zemër. Në këtë rast na ka ndihmuar shteti, e ka marrë vajzën e ka dërguar në spitalin më të mirë ku është operuar. Unë i falenderoj të gjithë mjekët që janë kujdesur për vajzën time. Në këtë rast jam shumë e ndjeshme sepse në shtetin tim prej nga vi nuk ishim mundur të bënim as gjysmën që e ka bërë shteti i Kosovës për vajzën time të sëmur. Unë jam takuar edhe me presidenten Vjosa Osmani, të cilën e kam falenderuar shumë për trajtimin e vajzës time nga ana e shtetit të Kosovës. Tash vajza është shumë mirë me shëndet. Vlen të theksohet se vajza kur është operuar i ka pasur 8 muaj. Ndërsa tash është 3 vjet dhe gëzon shëndet të mirë. وبتعمل رياضة وأمورها الحمد لله ممتازة جدا كأي طفل طبيعي. Po ashtu një grua tjetër nga Filipinët ka zgjedhur Kosovën që disa vite për të punuar dhe jetuar. Ajo tregon se këtu njerëzit janë shumë të shoqërueshëm dhe kanë ngjashmëri kulturore me popullin prej nga vjen, pra e ndjen veten si në familjen e saj. Ka 3 vjet që kam ardhur në Kosovë për të punuar. Njerëzit këtu janë shumë miqësor. Unë e kam pasur të lehtë për të integruar se kultura këtu është e ngjashme me atë të Filipinëve. Këtu e konsideroj veten si në familjen time, sepse njerëzit janë shumë të sjellshëm dhe më kanë mikpritur. Migrantja nga Filipinët tregon se në vendin tonë nuk ka pasur vështirësi në komunikim dhe për t'i kryer shërbimet e saj ditore. Ajo tha se ka mësuar pak gjuhën shqipe, po ashtu tregon se këtu nuk ka probleme me komunikim, sepse shumica e njerëzve e njohin edhe gjuhën angleze. Kur të dalë në qytet për të blerë diçka, nuk kam vështirësi, se këtu të gjithë e njohin gjuhën angleze, po ashtu edhe unë i di disa fjalë në gjuhën shqipe. Asaj i pëlqen shumë natyra në Kosovë dhe njerëzit me të cilët ka krijuar raporte shumë të mira. Këtu në Kosovë më pëlqen natyra, ka vende shumë të bukura. Një grua tjetër, e cila para 6 muajve ka vendosur nga Turqia të vjen dhe të jetojë në Kosovë, së bashku me burrin dhe vajzën e saj, është Diden Gjibo Gjambullat. Ajo tregon se si kanë qenë planet dhe si vendosi të vijë dhe të jetojë në vendin tonë. Çok ıslah. Prizren çok ıslah. Her türlü memnunum, mutluyum bundan. Ne jetojnim në kryeqytetin e Turqisë në Ankara, ku pas shkollimit para 5 viteve pata hapur një studio për manikyr. Mirë po me që kisha rënjët nga Kosova, përkatësisht nga Prizreni, bashkë me burrin tim Bylentin. Një kohë të gjatë bëm plane që të vim të jetojmë në Prizren.
Kështu para 6 muajve morëm vendimin dhe bashkë me vajzën erdhëm të jetonim këtu. Daha çok alsın demek insanlar bunda. Gruaja e cila ka jetuar në Ankara të Turqisë tregon se si është integruar në shoqërinë tonë. Po ashtu ajo thot se e kanë pritur shumë mirë në qytetin e Prizrenit, ku ajo ka filluar të përvetsojë gjuhën shqipe sepse ka hapur një biznes ku ka kontakt çdo ditë me njerëz. Çok isla aslında çok isla karşılaştık. Në Prizren po kalojmë mirë. Kemi bërë shoqëri dhe unë kam filluar të përvetsoj më mirë gjuhën shqipe. Edhe burri im po mundohet ta mësoj gjuhën shqipe dhe të përshtatet me traditat këtu në Kosovë. Po ashtu edhe vajza jone, cila ende nuk I ka mbushur 4 vite të jetës, është shumë e kënaqur me shoqërinë që ka krijuar në çerdhe të fëmijëve. Mirë po shpesh na thot se po I mungojnë gjyshi dhe gjyshja që jetojnë në Turqi. Çünkü ben jam güzellik uzmanı değilim, sadece tırnak uzmanı. Një familje migrante vendosur në Mitrovic prej më shumë se një viti jeton në heshtje e kujdes të madh për të mos rënë në sy. Nëna, gruaja e familjes, e cila ishte dëshmitare në vendin prej nga ka ardhur, heziton të flasë më këdo, nga frika se mund të zbulohet se nuk kanë dokumente të rregullta. Megjithse banorët e lagjës I kanë pritur me ngrohtësi dhe askush nuk I ngacmon, frika e kthimit në vendin e origjinës I shoqëron çdo ditë. Mungesa e njohjes së gjuhës shqipe dhe pamundësia për të gjetur punë pa dokumentacione e kanë bërë jetesën të vështirë dhe të pasigurt. Inlajmi ka tentuar të intervistoj për të ndarë historinë e tyre, por familja ka refuzuar me kujdes, duke zgjedhur sigurinë përpara zërit të tyre publik. Në këtë familje, gruaja mban peshën më të madhe të pasigurisë. Ajo përpiqet të kujdeset për fëmijët dhe të përshtatet në një vend të ri, ndërkohë që përballet me frikën, papunësinë dhe mungesën e mbështetjes institucionale, si shumë gra të tjera migrante që përpiqen të ndërtojnë jetën e tyre nga e para. Një grua cila dyshohet të jetë filipineze nuk tregoi për një lajmin Sen Gavin, e vendosur së fundmi në Lipjan, po përgatit dokumentacionin për qëndrim të rregullt në Kosovë. Ajo jeton me familjen e saj dhe aktualisht ka nevojë për ndjekjen e kurseve të gjuhës shqipe për të përshtatur më lehtë në komunitet. Edhe pse është treguar miqësore me fqinjet, ajo ka refuzuar të flasë për mediat, duke thënë se dëshiron të presë derisa të rregullojë statusin e saj ligjor, pa dhënë më shumë detaje. Sipas Valon Krasniqit, drejtor në Departamentin për Shtetësi, Azil dhe Migrim, që funksionon në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme, legjislacioni I trajton të gjithë të barabartë, kushdo që I plotson kushtet për leje qëndrim, që e parashë ligji për të huaj dhe azil. Ata pajisen ose refuzohen nëse nuk plotësohen kriteret pavarësisht gjinisë, etnisë dhe origjinës. Ai po ashtu tregon edhe në cilat qytete janë të vendosur më së shumti migrantë. Legislacioni, domethënë, I trajton në mënyrë të barabartë, pavarësisht gjinisë, pavarësisht etnisë. Kështu që nëse kushdo I huaj që I plotëson gjitha kriteret për pajisje me leje qëndrim, që parashë ligji për të huaj dhe udhëzimet administrative që dolin nga ky ligj, ata pajisen ose njëjtë refuzohen nëse nuk plotësohen kriteret e përcaktuara pavarësisht gjinisë, etnisë, origjinës. Prishtina është dhe sigurisht qytet që ka më shumë të mirë. Që ka më shumë ti për shumë arsye, domethënë për shkak se edhe numri më I madh I bizneseve janë të koncentruara në Prishtinë, numri I spitaleve private gjithashtu më shumë numër më të madh janë të koncentruara sipas asaj që ne kemi informacion janë kryesisht në Prishtinë dhe në rrethinën e Prishtinës. Numri më I madh I kolegjeve private universitet për shkak I përmend ato edhe spitalet private dhe kolegjet private për shkak që kemi një numër të konsiderueshëm të hujve të cilët janë të punësuara qoftë në spitale private, qoftë në kolegje apo universitete private. Prandaj Prishtina është, pastaj është Prizreni gjithashtu, është fushë Kosova dhe disa të tjera, po Prishtina dominon. Në fund Krasniqi ka edhe një mesazh për migrantët në Kosovë, I cili ndër tjera tha se zyrtarët I kanë të gjitha përgatitjet për t'i trajtuar në mënyrë të barabartë migrantët, por me theks të veçantë për t'i trajtuar kategoritë e ndjeshme, si nënat vetë ushqyese, viktimat e trafikimit, gratë shtatzëna dhe të miturit të pashoqëruar. Ajo që mund të themi është që legislacioni ynë është mjaft I avancuar sa përket migracionit. Më thonë na jemi kujdesshemi në aspektin ligjor me transpozu direktivat e Bashkimit Evropian që rregullojnë këtë fushë, konventat ndërkombëtare që rregullojnë këtë fushë
Gjithashtu, zyrtarët tonë kanë përfituar jashtëzakonisht shumë prej mbështetjes të partnerëve tonë në ngritjen e kapaciteteve të tyre profesionale. Domethënë kemi përfituar nga trajnimet e avancuara që ofron qoftë UNHCR që ka ofruar kaluamën, tash Agjencia Evropiane e Azilit, AEM, Frontex dhe gjithë partnerë tjerë, Gizi gjithashtu dhe partnerë tjerë tonë që janë të specializuar në fushën e emigrimit, kështu që gjithë zyrtarët tonë kanë përgatitur të duhura për mi trajtu në mënyrë të barabartë gjithë migrantët, por me theks veçantë për mi trajtu në mënyrë profesionale migrantët apo migrantët të cilët konsiderohen si kategori të ndjeshme të qushan që shëtë adhmonë nanat vetë ushqyse, viktimat potenciale të trafikimit apo të kontrabandimit, gratë 7 zona të miturit e pashoqëruar. Kështu që jutëm që është kjo vlerësimi yni që trajtojnë në mënyrë mjaft profesionale, por kemi edhe vlerësimi edhe për organizata dhe institucioneve ndërkombëtar që të monitorojnë dhe vlerësojnë punën tonë, që Kosova, çantat e akomodimit, trajtimi që bëhet migrantë, domethënë i plotësojnë standardet evropiane në këtë fushë. Organizata Humanus Vita zbaton projektin përtej uniformës Dinjitet për gratë migrante, përmes projektit të ECMI Kosova, fuqizimi qeverisjes së migracionit dhe kapaciteteve të shoqërisë civile në Kosovë, mbështetur nga GIZ Kosova.